Gjë nga figurat më të spikatura të gazetarisë shqiptare Blendi Fevziu ka ndarë së fundmi një lajm të papritur, që ka prekur shumë ndjekës të tij. Pas një karrierë të gjatë të suksesshme dhe të qëndrueshme në median shqiptare, ai ka deklaruar se është gati t'i japë fund rrugtimit të tij profesional si gazetar dhe prezantues. Me dekada në ekran, Fevziu është bërë pjesë e pandashme e shtëpive të shqiptarëve, duke u udhëhequr një nga emisionet më të ndjekura në vend. Përmes një deklarate të sinqertë, Blendi Fevziu ka ndarë me publikun vendimin e tij për të ndërprerë angazimet e përditshme në ekran, për t'u përkushtuar më shumë pasioneve personale dhe familjes. Ai është shprehur se një nga dëshirat më të mëdha që ka pasur gjithmonë ka qenë të udhtojë dhe të zbulojë bukuritë e botës. Tashmë me një ndjenjë të thellë përmbushje për gjithçka që ka arritur në fushën e gazetarisë, ai mendon se ka ardhur momenti për të ndjekur këtë pasion në mënyrë të plotë. Blendi ka qenë për vite me radhë simboli gazetarisë serioze, i analizës së thelluar dhe i debatit publik me peshë. Emisioni i tij ka trajtuar çështje madhore të shoqërisë shqiptare, duke mbajtur gjithmonë interesin e publikut të lartë dhe duke krijuar një standard të ri në komunikimin televiziv. Largjimi i tij do të lërë një bëshllëk të ndjeshëm në media, por ai vetë ka theksuar se kjo nuk do të thotë që do të largohej përfundimisht nga vëmendja publike. Në të ardhmen, Blendi Fevziu do të vijojë të krijojë përmbajtje të reja, por këtëherë në një format ndryshe. Ai ka paralajmëruar se do të prodhojë video dokumentare dhe përmbajtje informuese mbi vendet që do të vizitojë, duke ndarë me ndjekësit e tij eksperiencat personale dhe njohuritë kulturore të fituara gjatë udhëtimeve. Ky tranzicion nga gazetaria në eksplorim dhe dokumentar duket se është një hap natyral për një njeri me kuriozitet të thellë dhe pasion për botën. Lajmi i dorëheqjes së Blendi Fevziut ka sjellë një val emocionesh dhe komentesh pozitive nga publiku, i cili e ka ndjekur dhe mbështetur gjithë karrierës së tij. Të gjithë i urojnë suksese në këtë kapitull të ri të jetës dhe falenderojnë për kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë në informimin e opinionit publik. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.